është pyetje përgjigje, pak a shumë rendi i ditës, ose më themi ato çfarë po kalojmë në këto momente. Kishim hënën e plot tek shenja e shigjetarit, bëra lidhje të drejtë për drejtë, e keni mund ta gjeni edhe tek YouTube, po vëre që vazhdojmë që të kemi probleme, vazhdojmë që të kemi pyetje në lidhje me periudhën që po përjetojmë. Pak më tepër që kemi pasur edhe goxha kalime planetare, dhe prandaj vendosoj që të bëj një lidhje të drejtë për drejtë. Kam premtuar që do mundohem që ta bëj një herë në javë me pyetje përgjigje, por në mungesë të kohës dhe më duhet ta pronoj vullnetit e kam shtyr, por tashmë kam filluar që po mundohem që të jem pak më e rregullt në lidhje me këtë temë, sepse po e vëre që keni shumë pyetje. A do kemi luftë? Brenda Shqipërisë jo, në trojet tona dhe në Ballkan është e vështirë, por në botë do të shtohet goxha. Shumë faleminderit. Më patën ardhur disa pyetje, po e përgjigjem mirë atyre si fillim, ndërkohë që pyetjet që mund të keni, me shkruani, do i marr të gjitha. Një ishte në lidhje me ndikimet që ka aktualisht kalimi i Jupiterit. Ishte për një shes specifike, por po them një ndikimin e përgjithshëm. Dhe për shes specifike do po përgatis më mirë të themi një video, disa video ku flas më gjerë në lidhje me kalimet planetare. Kam kuptuar këtë si gjë që ka shumë persona të caktuar të cilët interesohen me ndikimet e përgjithshme të kalimeve planetare. Prandaj dhe këto vendosoj që të bëj, domethënë më specifike, personat të cilët mund të jenë interesuar vërtet, sepse është edhe një angazhim vërtet shumë i madh për mua, ndërkohë që pyetjet e përgjithshme normalisht që përgjigjen te lidhjet e mia drejt për drejta. Okej, njërë në ratë parë, kalimi i Jupiterit tek shenja e Gaforës. Një nga lajmet më të mira është se Jupiteri nuk do të kthehet më te shenja e Binjakëve, pra edhe gjatë retrogradës së tij nuk do të kthehet më, dhe kjo është diçka vërtet shumë pozitive, sepse Jupiteri tek shenja e Binjakëve vërtet që nuk ndihet mirë, dhe kjo na ndikon të gjithë, nuk është se ndikon vetëm ata që janë te shenja e Binjakëve. Po e them në këtë mënyrë, në momentin që Jupiterin, që është planeti i fatit dhe ai që shton edhe mirëqenie po në në kozmodhon dhe gjithçka, ndodhet në një shenjë ku nuk ndihet mirë, të gjithë ne, domethënë si shoqëri, natyra, popullsia, pra të gjithë ne ndikohemi në mënyrë negative. Kjo komunikimi, kontakti që ne kemi me njëri tjetrin është vërtet i gabuar. Arsye që dolën të gjitha këto luftra që gjithsej periudhe që u zmadhuan kaq shumë ishte kjo, sepse kemi një mungesë të empatisë ndaj tjetrit, një në radhë parë, dhe e dyta komunikimi është vërtet shumë i gabuar, zmadhohen shumë lajmet e rema. Kjo është një nga arsyet më themelore të gjithë kësaj periudhe të ngarkuar që kishim gjatë periudhës Jupiterit tek shenja e Binjakëve, që ishte domethënë një vit, deri një vit përpara ka qenë ajo. Ndërkohë që tashmë ka kaluar tek shenja e Gaforës, temat që do të preken në këto momente janë pikërisht ato të Gaforës, që është familja, perceptimi i identitetit unë dhe familje, pra se si shërbejon familjes dhe shoqërisë, por më tepër fokusimi është tek familja. Kemi edhe zgjerimin e mirëqenies edhe në banesën ku ne jetojmë. Në përgjithësi, siç e thash, është një ndikim pozitiv, por kjo mund të shndrohet edhe në diçka negative për sa i përket tematikave që ne nuk jemi të vëmendshëm, sepse siç e thash, Jupiteri zmadhon gjithçka. Këto tematika në përgjithësi do të jenë, nëse janë në lidhje me shëndetin, do të zmadhojnë problemet që kemi tek sistemi i tretës, sidomos tek stomaku, dhe tek femrat mund të vëmë re dhe një disbalancim më të madh të hormoneve. Prandaj në këto momente jemi ende në kohë, do të vazhdojmë që të jemi në kohë, por sidomos në këto momente është shumë e rëndësishme që të bëjmë testimet e caktuara. Po e them nga shembulli im konkret, unë kam një periudhë shumë të gjatë që kam pasur probleme pikërisht me këto tema, dhe që në momentin që Jupiteri kaloi tek shenja e Gaforës, u zmadhon pak edhe më tepër, bile kishte pothuajse 10 ditë më përpara. Edhe nga ana emocionale,
Po e them në këtë mënyrë, kam pasur shumë ulje ngritje dhe vendosa që të marr këshillën time, pra të kujdesem pak më tepër për trupin tim, duke filluar që nga dita e nesërme, faktikisht fillova dhe 2 ditë më përpara që po bëj pak më tepër sport e tjerë, por duke filluar që nga dita e nesërme vendosa që të përdor edhe një orë të mia që kam në lidhje me astrologjinë në mënyrë që të vë dhe planetet e mia në lëvizje, pra ajo çfarë këshillohet që të bëhet është të mos i lejmë ne planetet na përdorim për të përdorim ne ata, pra do mundohem që të kemi rutinë edhe më të shëndetshme, të kujdesem pak më tepër për trupin tim, automatikisht do fokusohem pak më tepër edhe tek mënyra se si ushqehem, po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me sportin e të tjerë, pra kam bërë një regjim në lidhje për veten time të paktën në mënyrë që të gjitha këto disbalancime që kam ndier të mund të kaloj. Tani pse është e rëndësishme kjo në këtë periudhë? Përveç se zmadhon gjithçka, që mund të jetë negative dhe problematike lidhje me shëndetin, në të vërtetë Jupiteri kur ndodhet tek shenja gafore, zmadhon edhe shumë intuitën tonë dhe lidhjen që ne kemi me trupin ton. Për këtë arsye arrim që ta perceptojmë më mirë se çfarë duhet të bëjmë ose cilat janë gjërat që nuk shkojnë ose cilat janë gjëra më pozitive që kemi brenda nesh, dhe këto na ndihmon edhe për të zmadhuar anën pozitive dhe për të zvogëluar automatikisht ose për të tejkuluar problemet që mund të kemi me shëndetin. Tani, këto ishte një pyetje që ishte në lidhje me tërmetet në Shqipëri. Në këto momente ku ndodhemi tani, kemi Uranin të vendosur tek zona e fundit, që është e shenjës së Demit. Këtë e thash edhe tek lidhja drejt për dëshiburën në lidhje me hënën e plot, tek shenja e shigjetarit. Dhe kjo zonë shkakton tërmete, pak më tepër që edhe Urani shkakton tërmete vetë nëse ndodhet në pozicione të tilla, për që janë të dëmshme. Tani, a do të ketë në Shqipëri? Në Shqipëri mund të vjetë tre më tepër tek vende që janë të ndarë në dy, pra që janë të ndarë nga lumejt, si për shembull siç është Tirana, por po e nënvizoj, është më tepër në ndikimin e zonave të tjera që ka të afërta. E kam thënë dhe në disa lidhje të drejtë për të drejtat të tjera, që faktikisht kemi disa pllaka të cilat ka një tension shumë të madh në këto momente, që janë në mesdhe ose më të them te deti Egje. Për këtë arsye dhe në Turqi ka ndodhur disa tërmete njëri pas tjetrit, duke qenë se unë kam lidhje, vazhdojmë që kem shumë lidhje dhe marr informacione të vazhdueshme. Edhe tërmeta shumë më të vogla që nuk janë futur në lajme fare, pra, dhe ky tension i madh që është kryer aktualisht te këto pllakat ka më tepër se 100 vjet që nuk është thyer. Për këtë arsye pritet një tërmet. Shqipëria do të ndikohet, po do të ndikohet sepse edhe ne jemi pjesë e mesdheut, por që të ndodhi drejt për së drejtin në Shqipëri, ashtu siç ndodhi. Si ajo do më drejt për së drejtin në Shqipëri nuk pritet. Faktë nga ana astrologjike diçka e tillë unë nuk pash. Tani, po, faktikisht dhe një nga pyetjet ma kanë shkuar dhe këtu për akrepin, sepse kam pasur ditë shumë të vështira. Akrepi ka pasur dhe do të vazhdoj të ketë ditë, mund të them të vështira më, po janë ditë të cilat do të ketë goxha sfida, po në të jetën kohë do të ketë dhe një rritje shumë të madhe, shenja e akrepit. Në të gjitha shenjat fikse janë në ndikim të tillë, ka një ndryshim shumë të madh. Një të gjë është e vlefshme dhe për ujorin, po ashtu edhe Demi dhe Uluani. Këto janë katër shenja që janë më të ndikuara në këto momente dhe do të vazhdojnë që të jenë të ndikuara 20 vitet e ardhshme. Arsye e kësaj është Plutoni, i cili është i vendosur tashmë tek shenja e ujorit, dhe Plutoni sjell ndryshime shumë të mëdha në jetën tonë. Arsyeja që sjell këto ndryshime sepse asnjë gjë nuk ndodh kot, pra sistemi asnjë gjë nuk e ka kot, asnjë gjë nuk është rastësi. Në këtë rast, këto ndryshime ose këto ndikime kaq të mëdha në jetën tonë ndodhin në mënyrë që ne të mund të jetojmë jetën që meritojmë, pra që të gjejmë rrugën tonë. Në qoftë se diçka prishet, janë dy arsye, po e them në këtë mënyrë. Sidomos periudha ku jemi tani është fiks kështu, ose që të na pengojnë të mos ecim përpara, sepse pas kësaj do të i përjetonim një ngjarje vërtet shumë të dhunshme në kuptimin që mund të shkatërrojë komplet jeta jonë, ose po na pengon sepse
duhet të presim në mënyrë që të marrim diçka shumë të mirë, një shpërblim shumë të mirë nga mbrapa. Kjo është fiks periudha që po jetojmë tani, na duhet durim dhe të pranojmë atë çfarë na vjen, pra të pranojmë ndryshimin ose këto thyerjet që po ndodhin në këto momente, sepse pas kësaj vërtet që ose do të shpërblemi, ose do të kuptojmë që kjo pas ka ndodhur, sepse po që se do kisha bajt të vazhdoj që të ecja në atë rrugë, po e them thjesht si shembull, do isha rrëzuar në grop. Pra kjo është arsye që po ndodhin që këto probleme në këto momente. Kjo është e vlefshme për të gjitha shenjat fikse, pra ato të katërta që përmenda, por përsëri edhe një herë kemi Demin, është Luani, është Akrepi dhe Ujori. Nga këto shenja, ajo që është më e prekura në këto momente është Ujori dhe e dyta vjen Demi. Bile këto mund të them që janë pak a shumë në garë me njëra tjetrën, sepse dhe drejtuesi i Ujorit, që është Urani, ndodhet tek shenja e Demit, që përmenda pak përpara. Në jetën e Demëve në këto momente për shembull kemi shumë tërmete. Ajo çfarë është ndikimi që thash në lidhje me tërmetet në përgjithësi, te shenja e Demit është shumë efikase. Këto tërmete mund t'i vëmë më tepër, tek marrëdhëniet që ata kanë brenda familjes dhe me vëllezërit dhe me motrat e tyre sidomos. Kjo në të vërtetë, të gjitha këto fërkime që po ndodhin në këto momente ndodhin që ata të krijojnë atë identitetin e tyre të vërtetë, ose më të them të thonë të vërtetën e tyre. Në mënyrë që të mund të kenë jetë më stabil, ose edhe që të mund të pranojnë gjëra të reja që do t'ynë jetën e tyre, që automatikisht do t'i bëjnë më të shëndetshme, më të bukur jetën e tyre. Kemi fatin, domethënë në këto momente kemi një fat vërtet shumë të madh, sepse kemi Venusin tek shenja e Demit dhe kjo jep edhe bukuri, domethënë këtyre katër shenjave që sapo përmenda, domethënë i ndihmon në mënyrë pozitive si në karrierë, po ashtu në jetën e tyre personale, për të vlerësuar veten e tyre më mirë, e njëjta gjë është e vlefshme brenda familjes. Pra, nëse kemi një problem në një vend, nga ana tjetër Venusi i ndihmon që të tejkalojnë. Pra nuk është vetëm negative, kemi edhe këtë anën pozitive. Toska Fationa, për 10 ditëshën e parë, për peshoret, e të tjerë, kjo është një pyetje pak më specifike që kërkon edhe punë më të madhe nga unë, që nëse dëshironi mund të më kontaktoni për të marrë konsult në lidhje me këtë temë. Rikthima do të ketë, po këto më pyetje ma kishim bërë, atëherë po e them në këtë mënyrë, rikthimet në përgjithësi ndodhin gjatë periudhave të retrogradave. Këto retrograda janë, ose më them më tepër, ndodhin kur kemi retrogradën e Marsit dhe të Venusit, por ka dhe raste që ndodhin që retrogradës së Mërkurit. Në këto momente nuk kemi asnjë retrograd të planeteve personal, por gjatë korikut do të fillojë retrograda e Mërkurit. Gjatë asaj periudhe mund të kemi përsëri rikthime. Rikthimet që do t'jenë gjatë periudhës së korikut, ndryshe nga ato çfarë them unë përgjithsisht, unë jam kundër, ju e dini, unë jam kundër, besoj se din, ka shumë vete që e din, jam kundër rikthimeve ose lidhjeve të vjetra, sepse gjithmonë ka një arsye që ka mbaruar dhe nuk më duket shumë efikase, domethënë të humbasësh kohë me të njëjtën gjë. Është ajo shpreha e Einsteinit, domethënë që të përsërisësh të njëjtën gjë dhe të presësh një përfundim të ri, domethënë është çmenduri dhe më vërtet që ashtu më duket. Gjithsesi, gjatë periudhës së korikut, po kthejmë këtu, rikthimet nëse ndodhin janë pozitive në përgjithësi. Janë pozitive sepse mund të jenë persona të cilët le të themi mund të jenë persona që mund të kryejnë familje, sepse Jupiteri ndodhet tek shenja e Kaforës. Pra, është vetëm një rast ku mund të them që rishikojnë. Nuk do të dëgjoni shumë shpesh kjo. Ascendenti shigjetari do të jetë në përgjithësi shigjetare, ose po e them në këtë mënyrë. Shenjat e ndryshueshme në këto momente mbaruan periudhën e sfidave, që ishte nga Jupiteri që ndodhet tek shenja e binjakëve, dhe tashmë do të futen në një fazë të re që do të jenë zmadhimi, rritjeje dhe ku do të kenë mundësi që të përdoren gjitha gjërat që mësuan deri tani. Ne kemi kushtin si gjithmonë që kemi mësuar siç duhet që. Nëse e kemi marrë mësimin, automatikisht nuk kemi nevojë që ta përsërisim, por nëse nuk e kemi mësuar, atëherë do e përsërisim edhe një herë. Pra, sidomos gjatë retrogradës së Mërkurit, për shembull, shenja e shigjetarit mund të ketë të njëjtat sfida që ka pasur gjatë një viti të kaluar, sepse si gjithmonë për përsëris dhe po e analizojmë nëse nuk ka marrë mësimin e duhur.
Pra, nëse ndodh përsëri një të gjë, pyeteni veten, pse po më ndodh përsëri? Çfarë duhet të mësoj nga kjo në mënyrë që të mos e përsërisni më parë. Nuk është diçka, le të themi, logjika është shumë e thjeshtë, normalisht aplikimi nuk mund të jetë aq i thjeshtë, por logjika është shumë e thjeshtë. Britsjapi për shëndetin. Britsjapi për shëndetin e ka pasur problematik këtë periudhë. Arsyeja ka qenë se Jupiteri ndodhi tek shenja e binjakëve. Për britsjapin, në të vërtetë është një nga shenjat e cila mund të ndikohet më tepër në lidhje me rrugët e frymëmarrjes. Dhe ndërkohë që edhe Jupiteri ndodhet tek binjakët, duke qenë se prek shumë mushkrit, ka prekur shumë shëndetin e përgjithshëm të shenjës së britsjapit. Nuk është se ka prekur thjesht rrugët e frymëmarrjes, duke qenë se mund të ketë ulur imuniteti, mund të jeni prekur në shumë fusha, në shumë pjesë domethënë. Duke qenë se tashmë Jupiteri kaloi tek shenja gafore, këto probleme në lidhje me shëndetin, nëse nuk kanë mbaruar, sepse shumica mund të kenë mbaruar se do të jenë zbutur, do të jenë zbehur, do të fillojnë që të zbehen edhe më tepër, domethënë gradualisht, asnjë gjë nuk ndodh brenda ditës, të po nënvizoj, por do të vazhdojë që të ndodhë gradualisht. Në lidhje me shëndetin për shenjën e britsjapit, pra po e përmbledhim, në përgjithësi tashmë do futet në një fazë rekuperimi. Sa po e thash për binjakët dhe për shenjat e ndryshueshme, binjakët është një tjetër shenjë ndryshueshme, një siç është peshqit edhe virgjëresha, por edhe sfidave pra mbaroi, tashmë do futen në një fazë goxha të madhe zhvillimi dhe ata. Unë në të vërtet doja të flisja pak edhe sepse në këtë moment kemi një kënd shumë të rëndësishëm, që është kënd negativ, që me kalimin e Jupiterit tek shenja e gafores, unë ndje edhe më tepër, por ishte edhe më përpara faktikisht, po atëherë unë ndje edhe më tepër. Jupiteri krijoi një kënd negativ me Saturnin dhe me Neptunin. Saturni dhe Neptuni ndodhen që të dy tek shenja e parë, tek grada e parë kërkëndjes e shenjës së Dashit, dhe kjo neve na bën të gjithëve, na bën shumë impulsiv, na bën shumë gjatë nxehtë. Fillojmë që të kryengrihemi drejt udhëheqësve ose figurave të autoritetit. Bile në disa raste edhe nuk kemi dëshirë as të punojmë, na humbas vullneti e të tjerë. Kjo është e vlefshme për të gjithë ne. Nga ana tjetër kemi edhe gjithmonë një zë të brendshëm i cili na detyron në një farë mënyre që të punojmë, por kjo është pak a shumë kemi një luftë të brendshme. Dhe kur Jupiteri filloi që të kishte edhe një kënd negativ me këto dy planete, kjo u shtua edhe më tepër. Për këtë arsye, në këto momente ku jemi tani, mund të vëmë re një luftë shumë të madhe ego. Që këto e vëmë re edhe duke qenë se plasi dhe lufta në midis Izraelit dhe Iranit, që edhe ajo na mungonte. Përveç kësaj, mund të vëmë re edhe një luftë të brendshme brenda individit, e cila mund të përkthejë edhe në ambientin e jashtëm, pra mund të kemë vëmë edhe një rritje në agresivitet. Arsyeja që po e them këtë është që ne të jemi pak më të kujdesshëm në mënyrë se si veprojmë. Dhe duke qenë se gjërat mund të përshpejtojnë shumë shpejt, pra edhe zënkat mund të kthehen, mund të shndrohen menjëherë në situata vërtet shumë të vështira, këshilla ime në këto momente do të ishte një autokontroll vërtet shumë e mirë. Kjo është një periudhë e cila do të zgjasë pak, nuk është se do të mbarojë menjëherë, pra do të kemi pothuajse 12 ditët në vazhdim do të jetë shumë e fuqishme, pastaj do të fillojë që të zbehet pak, por 12 ditë në vazhdim do të jetë vërtet shumë e fuqishme dhe ne vetë si individ mund ta tejkalojmë masën, domethënë mund të humbasim komplet durimin. Këshilla ime në këto momente do të ishte që të marrim në kontroll trupin tonë. Pra ajo çfarë thash unë që po mundohem të bëj në këto momente, që të kujdesem pak më tepër për trupin, të ushtroj më tepër vullnetin tim, ndaj të bëj më tepër sport, të kujdesem të bëj atë çfarë më nevojitet, pra ç'është e shëndetshme për mua, do t'i këshilloj të gjithëve që të bëni. Kjo është një mënyrë shumë efikase që unë kam parë tek vetja ime për të kontrolluar edhe veten, lëvizjet, emocionet në disa raste dhe për të perceptuar më mirë se cilat janë impulset tona dhe cilat janë ato që cilat duhet të veprojmë dhe cilat janë ato që duhet të tejkalojmë. Është një super fuqi vërtet, domethënë që arrim që të përdorim komplet talentet tona në këtë rast, unë do të këshilloj të gjithëve që të paktën një herë në jetën tuaj ta provoni nëse nuk e keni provuar normalisht.
Anita Mulita, a ju ka ndodhur që tek parashikimet që keni bërë të dalin pas kohë të gjatë, si pas 6 muajsh ose 1 viti? Po e them në këtë mënyrë, parashikimi i parë që unë kam bërë ka qenë në lidhje me veten time, lidhje me jetën time, domethënë. Por duke qenë se ka qenë fillimi i periudhës kur sapo kisha filluar që të mësoj astrologji, nuk ja vura shumë veshin, dhe ishte një parashikim që faktikisht ishte për pas 3 vitesh, dhe po pas 3 vitesh doli. Domethënë, nuk është se është parashikim, ato çfarë bëhet nëpërmjet astrologjisë, nëse përdoret tamam, janë analiza të hartës të një momenti më vonë. Pra nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh se kur është ajo si hartë. Pra nuk është se është parashikim, është më tepër leximi i momentit, i kodit të atij momenti. Po e them për fat të keq sepse ajo nuk është se ishte diçka shumë pozitive, domethënë parashikimi që bëra ose leximi i hartës, analiza që bëra në atë moment. Fibromyalgjin, kjo është një pyetje shumë specifike, nuk di se si ti përgjigjem, do të shikoj patjetër hartën. Në lidhje me sëmundjet, unë kam një talent, domethënë nuk e di pse, ose më them e di pse, po nuk kam si të shpjegoj. Në lidhje me sëmundjet, që të dalloj sëmundjet në hartë ose si mund të zhvillohen, kam një talent, në lidhje me gjithmonë e kam pasur, kështu që nëse dëshironi mund të më kontaktoni në lidhje me këtë. A shërohen rritmjet në trup? Po shërohen. Po shërohen. Do me thënë me pak fjalë, gjërat janë të shkuara dhe nuk kemi fuqi të ndryshojmë. I bën njerëzit budallë me këto lloj budalliqe. Okej. Si janë detyruar të dëgjoni, gjithsesi të vini këtu, dëgjoni dhe pastaj ta ankojnë ose marrësh. Okej. E kuptoj që po më pyesni për shenjat, po për shenjat, në lidhje me parashikimet për shenjat, unë flas shumë edhe tek parashikimet javore që kam filluar që t'i bëj tashmë lidhje të drejtë për drejtë te TikToku. Dhe në parashikimet që bëj ose më themi tek analiza e hënës së re dhe hënës së plot, mund të ndiqni të gjitha këto, i kam te kanali im YouTube-it, të gjitha regjistrimet. Data 19/11 nëntor, i bien akrepi në gradët e fundit. Çfarë ndodh është të shkuar ngeli vetëm që jetojmë. Po, ka shumë teori në lidhje me kohën, domethënë duke qenë se ta mendojmë që koha nuk është lineare. A ka kaluar vërtet? Domethënë, marr vesh për tiroidet. Domethënë, e di se cilat janë pikat ku mund të shikoj në hartë dhe në përgjithësi kur ka probleme me tiroidet tani që ti dalloj, domethënë. Siç e thash, në lidhje me shëndetin, kam një talent të tillë që arrit që të dalloj problemet që mund të keni në lidhje me shëndetin nga harta, dhe është pika që më ka më tepër interes, ndoshta edhe kjo është një nga arsyet. Normal që duhet të shkoni te doktori, domethënë nuk është se mund të qëndroni vetëm me fjalën time, bile absolutisht jo, nuk mundet, sepse unë nuk është se jam doktoresht, unë s'kam studiuar për këtë, kështu që absolutisht, dhe diçka që nuk mund ta marr përsipër, por që ka pasur raste për shembull që vetë persona nuk e dinin dhe duke qenë se pasi kam marrë këtë si informacion nga unë, kam vajtur te doktori, kam bërë analizat e caktuara dhe normalisht që kam marrë dhe kura domethënë për këtë temë. Në këto momente jemi tek shenja e binjakëve, duke filluar nga data 21 do të kalojmë tek shenja e gafores. A pritet përmesoj situata pas hënës së re në datën 25? Pyetje shumë e bukur. Në lidhjen e drejtë për drejtë për hënën e re do ta bëjmë më herët kësaj radhe. Është një hënë e re shumë pozitive. Faktikisht e përmenda edhe tek lidhja e drejtë për drejtë që bëret tek hëna për hënën e plot. Që ishte tek shenja shigjetare datën 11. Në këtë moment po përjetojmë një periudhë goxha të vështirë, jemi shumë impulsiv të gjithë dhe po bëjmë re domethënë që jemi shumë të ngjangxet.
Arsye e gjithë kësaj është sepse hëna e re që do ndodhin datë 25 është vërtet shumë pozitive. Por në mënyrë që të jetë ajo pozitive, duhet të shkarkojmë çdo gjë negative që ne kemi në jetë, pra. Prandaj domethënë në këto momente, nëse është diçka që po vërtet brenda jush, domethënë që do të dalë, lejojnë të ikë. Në mënyrë që nga data 25 e tutë të fillojmë një cikël të ri, sepse hëna e re, domethënë dhe mbarimi i diçkaje, pra në këtë rast nëse ne e lejojmë, do të mbaroj gjithë kjo periudhë që është e lodhshme, është negative, ku kemi këtë luftën e madhe egosh, luftën brenda vetes tonë, që na lodh shumë, dhe do të fillojmë një cikël të ri, që është vërtet shumë shërues, është shumë pozitiv, sepse do të kemi zmadhimin edhe të dhemshurisë që kemi edhe në lidhje me veten tonë, lidhje me ambientin, me familjen, etj. Pra është një hënë plot vërtet shumë hënë e re, kërkojnë ndjes datën 25 shumë pozitive, por do të bëjmë punën që tani. Dashi është më mirë tani, është goxha më mirë. Dashi, peshorja, gaforja dhe bricjapi janë goxha më mirë tani. 28 gusht qa është? 28 gushti është virgjëresh. Do e di që me që më keni kështu gati, më bëni pyetje të po mund të shikoni edhe në Google, këto janë pyetje shumë bazike domethënë, që është gjëna që do mbasim komento. Nëse pak rëndësi ka. Duke filluar nga data 17, do të kemi dhe kalimin e të Marsit tek shenja e Virgjëreshës. Në astrologjin klasike, Marsi tek shenja e Virgjëreshës nuk preferohet. Por në astrologjin karmike që unë kam marrë, është një vendosje, domethënë perceptohet si një vendosje pak më pozitive se sa normalja. Dhe mbi të gjitha shton shumë efikasitetin tonë si njerëz, domethënë të gjithë, edhe si shoqëri. Prandaj duke filluar nga data 17 do të futemi në një periudhë goxha më pozitive. Do të jemi të gjithë shumë më të aftë për të vepruar, do të jemi më të aftë edhe në komunikim, do të jemi shumë më të aftë edhe për të materializuar një mirëqenie të madhe ekonomike. Jo është e vlefshme për të gjithë, nuk është e vlefshme vetëm për një shenjë. Prandaj dhe është hap pas hapi, asnjë gjë nuk ndodhe me një herë, këtë po e nënvizoj, vërtet që po e nënvizoj domethënë. Por do të fillojmë që të futemi tashmë në periudhën ku sistemi do të na mbrojë pak më tepër. Por do të kemi edhe këtë si gjë. Do të kemi një ndarje shumë të madhe. Do të vihet re shumë mirë. Unë faktikisht u bë pothuajse një vit e gjysmë që po e them këtë si gjë, që do të filloj të bëjnë ndarja e personave që bëjnë punën e duhur, ata që nuk e bëjnë, njerëzit që punojnë me veten e tyre, ata që nuk punojnë. Njerëzit që, do të thonë, edhe pse shikojnë që diçka me ta nuk shkon, dhe në vend që të merren me të përmirësohen, merren më tepër duke sharë të tjerët ose duke marrë më tepër me tash të them ose ndoshta duke humbur kohë me gjëra që nuk kanë vlerë. Pra ndarja midis këtyre dy grupeve do të thellohet shumë tashmë. Në fakt ka edhe shumë lajme që po, domethënë dhe bota po kalon një frekuencë të re dhe shumë e vërtet. Kjo është ajo çfarë do të dallohet shumë në këtë moment. Domosdoshmos pas datës 17 do vëmë rreth më tepër, pas datës 21 kjo do bëhet shumë e dukshme. Domethënë njerëzit që nuk janë të zgjuar në kuptimin që janë akoma brenda Matrix do fillojnë që ta vënë re. Shumë faleminderit. Mundohem. Si, a jam mirë? Po, jam shumë mirë. Shumë faleminderit që pyesni. Jam më mirë. Nuk kam pasur shumë probleme me alergjit. Për të gjithë ata që nuk e din, alergjit faktikisht është kur trupi sulmon veten e tij. Dhe ka pasur një periudhë shumë të gjatë që janë fokusuar vetëm tek zhvillimin profesional, prandaj dhe ka shalën shumë pas dore, edhe mirëqenien time fizike. Për këtë arsye dhe trupi im filloi që të jepte alarme, domethënë. Vendosa që të krijojnë domethënë një tip programi ku e përmenda në fillim të videos, të kujdesen pak më tepër për veten, për trupin në këtë rast, sepse ne jemi të përgjithshëm, domethënë kjo është tempulli jon,
Në qoftë se duam që t'jemi të shëndetshëm dhe nga ana psikologjike dhe nga ana shpirtërore, duhet të kujdesemi shumë edhe për trupin. Prandaj dhe vendosa që të rikthehem tek bazat, pra. Kur I tregoj shenjat e horoskopit flas dhe shenjat e zodiakut, nuk janë shenjat e horoskopit. Horoskopi është parashikimi I orëve I të ardhmes. Për shenjat fola, ndërkohë që do të bëj parashikimin për javën në vazhdim, do ta bëj nesër këtu nga TikToku. Mund ta ndiqni lidhje drejt për drejt. Sa I ashpër do të jetë Saturni tek dashi, për të ditë që në fund ose të parë ose të dytë nuk të them, po them thjesht që Saturni tek dashi do të sjellë një rritje në përgjegjësi. Pra në qoftë se ju jeni të përgjegjshëm, automatikisht do të sjellë Saturni është planeti që unë në të vërtetë është një planet mi të preferuar, po e them këtë, edhe pse shumë astrolog preferojnë Jupiterin sepse është planeti I fatit, zmadhon gjithçka po bla bla bla. Saturni është planeti që neve na edukon. Dhe në momentin që ne marrim mësimin, na shpëblen vërtet shumë, rritemi, piqemi si njerëz, domethënë krijojmë atë identitetin ton. Shenja dashi në këto momente këtë do të bëj. Por ka shumë rëndësi, këtë po e nënvizoj, ka shumë rëndësi se ku e keni Saturnin në hartën tuaj. Pra, mund të jeni tek shenja dashit dhe po jap thjesht si shembull, mund të keni lindur në vitin 1975. 76. Jo, atëherë shumë bon. Keni lindur vitin 1979 ose 80. Në atë periudhë, Saturni ka qenë tek shenja e shenja e peshores, në fillim të shenjës së peshores. Pra, në këto momente Saturnet janë përballë me njëri tjetrin. Kjo do të thonë që sfidat do të smadhohen edhe më tepër. Do të bëhen kolosale. Nga ana tjetër, në qoftë se jeni një person që përsëri jeni në shenjën e dashit, por Saturnin tuaj, natalin, e keni të vendosur tek shenja e shëgjetarit, pra keni lindur diçka tek vitet 90, fillimet e vitit 90, atëherë do të jetë komplet e kundërta. Çfarë do të them me këtë? Në ato raste ju do të shpërbleni vërtet shumë, sepse Saturni, edhe mjafton një punë e vogël që të bëni, automatikisht do të shpërblej shumë në mënyrë pozitive, pra sepse do të keni mbyllur jeni tashmë në një cikël pozitiv. Pra varet gjithmonë harta juaj, harta natale, se çfarë ku I keni vendosur. Asnjë gjë nuk është përmendësh, pra që 10 ditë që parë, 10 ditë që dytë dhe tjerë. Okej, dhe ato janë të rëndësishme, por më e rëndësishme fare është se ku I keni planetet tuaja të vendosur në hartën tuaj. Okej. Ndërkohë foto, se unë mezi gjej njerëz që ngjaj. Dhe jam shumë kurioze. Kur më thonë që ngjan një aktore të tjerë jam vërtet shumë kurioze. Nuk kam mezi gjej njerëz që ngjaj. Për detaje datëlindja 17 prill. Po më shkruani për të marrë konsult. Detaje ju jap me shumicë, domethënë bëj goxha të gjata konsultat dhe shumë të detajore. Detaje për Marsin 30. Donë detaje për ditëlindjen tuaj, donë t'ju bëj analizën e hartës tuaj, ndërkohë që atë jo e kam thënë disa herë që këto janë shërbime që unë I bëj me pagesë. Analiza personale I bëj me pagesë, sepse kam tepër impenjim, normalisht duhet të bëj gjithë atë punë. Po. Pra në qoftë dëshironi, para përsëris, nëse dëshironi që të merrni konsult, që unë I bëj shumë të detajuara, flas për të gjitha vendoset tuaja planetare, dhe mbi të gjitha edhe si ti përdorni ato, cilat janë pikat tuaja të dobta, cilat janë pikat tuaja që duhet të punoni, cilat janë pikat që duhet t'i zhvilloni, sepse janë talentet tuaja. Këto janë temat të cilat unë flas në gjatë konsultave personale, automatikisht çfarë do t'ju ndodhë të ardhmes, mos në lidhje me shëndetin, sepse mendoj që është pjesa më e rëndësishme. A mund të prekësh edhe çështje personale kur flas për shenjat? Jo, nuk mund të prek çështje personale kur flas për shenjat. Çështje personale, siç po e them, domethënë I them vetëm gjatë konsultave,
Atë gjëra që them gjatë konsultave, ja u them juve, nuk i them në vend tjetër, nuk ka asnjë shembull në lidhje me personat, individët domethënë. Nuk më duket etike. Me letra nuk shoh, jo. Nuk shikoj vetëm hartën astrologjike. Astrologjia nuk ka lidhje me tarotin, dhe tarotin nuk ka lidhje me astrologjinë. Astrologjia është gjithë ajo shkencë, domethënë që nuk ka nevojë për letra tarot. Ka shumë informacion dhe ka shumë gjëra që mund të zbulojnë nëpërmjet astrologjisë, duket humbje kohë. Letrat tarot kanë vlerën e tyre, lexojnë energjinë e momentit, jam okay, por nuk kanë lidhje me astrologjinë. Unë jam pjesë e ezoterizmit, okay, por është diçka më vete. Ajo çfarë ka shumë keq kuptim në lidhje me astrologjinë dhe më duket normale, të them të vërtetën, sepse nuk është se kanë informacion shumë të gjerë. Informacioni vetëm që qarkullon në internet është horoskopi, që faktikisht horoskopi është një pjesë shumë e vogël e astrologjisë, pra parashikimi i përgjithshëm i kohës, është një pjesë vërtet shumë e vogël e astrologjisë, ndërkohë që astrologjia çfarë studion është lidhjen që ne kemi trup, shpirt dhe atë që kemi marrëdhënie me hyjnor, pra është treshja e cila e studion astrologjia, kodi, momenti që ne kemi hyrë në Matrix, në botë. Është shumë herë më i gjerë, specifik dhe prej saj mund të kuptojmë edhe natyrën se si funksionon, duke qenë se kemi ciklet e hënës, me të gjitha kemi ciklet të planeteve të cilët janë shumë herë më të ngadalta dhe për tyre mund të kuptojmë shumë mirë edhe psikologjinë, edhe të shoqërisë, po ashtu edhe të individit. Mund të kuptojmë shumë mirë edhe ndryshimet e ndryshme që ndodhin si në trupin tonë, po ashtu edhe në shoqëri e njëjtë të gjështë e vlefshme dhe në natyrën e tokës. Ndërkohë që horoskopi është, siç e thash, është më tepër argëtim, pra, por duke qenë se njerëzit janë më tepër të interesuar të dinë se çfarë do t'i prekë ata individualisht dhe të dimë të ardhmen, edhe pse që është gjë më komike për mendimin tim, edhe pse pasi e kanë dëgjuar horoskopin dhe shumicën e rasteve nuk është se aplikojnë. Për shembull, kam pasur shumë raste që më kanë thënë që dëgjuam këtë nga ty, dhe na doli e vërtet, po të kishim vënë veshin, do e kishim para pri ose do e kishim shmangur. Kjo më duket vërtet komike nga një anë, por më duket edhe shumë njerëzore, sepse siç e thash, edhe pse kam shumë njohuri në lidhje edhe më se si duhet të zhvilloj dhe të përdor planetet e mia. Ka pasur një periudhë shumë të gjatë që nuk është se jo kam më shumë veshën. Për fat të mirë, tashmë jemi futur në një fazën ku jemi më të aftë që të kuptojmë, të dëgjojmë më mirë të themi intuitën tonë, prandaj kjo do të na bëjë mirë të gjithëve. Çështja e martesave dhe krijimin e familjes. Kjo është një temë interesante. Në të vërtetë jemi në këto momente, jemi futur në fazën ku do të ketë krijime shumë të familjeve. Për këtë arsye, do të marrim lajme shumë për martesa, fejesa e të tjerë. Por është diçka që njerëzit nuk e thonë, por që është pjesë e jetës, ose mirë të themi në mënyrë që të lindim, ose mirë të themi pasi kemi lindur një ditë do të vdesim, dhe dualiteti nuk mbaron, domethënë, është gjithmonë, vazhdojnë që t'jenë. Në qoftë se rriten këto, automatikisht do të rritet edhe numri i personave që do të largohen nga kjo botë. Pra mund të rritet edhe numri i tyre. Kjo është edhe një nga arsyet, le të themi në këtë mënyrë, që është shtuar shumë edhe lufta në këtë momente, se do të shtohet shumë numri i personave që do të lindin në këtë momente, automatikisht aq vend ka, një pjesë e shpirtrave duhet të ikin që të vinë të rinj pra. Kalimtari jemi po, të mendosh domethënë që faktikisht trupi ky që kemi është kalimtar, sepse ne jemi qenie të përjetshme. Nuk është shpirti jonë, nuk është vdes ndonjëherë. Është thjesht eksperiencë. Kjo është thjesht një eksperiencë, është kalimtare, prandaj dhe nuk duhet ta marrim dhe shumë seriozisht. Duhet të kujtojmë që të argëtohemi, të kujtojmë që nuk jemi vetëm, që kemi edhe njerëz të tjerë rreth rrotull, qenie të tjera rreth rrotull. Pra të kujdesemi edhe për gjithçka që na rrethon. Kur flet për parashikimin hyn çdo njeri pavarësisht moshës, çdo njeri, po pavarësisht moshës, kam bërë edhe analiza për hartat e fëmijëve. I bëjnë ndryshe
këtë po e them, në vartësi të moshës, domethënë se në vartësi të periudhës që jemi në jetë i bëjnë ndryshe analizat, sepse normale dhe interesat janë të ndryshme. Për shembull kur bëj analizat për fëmijë, fokusohem më tepër tek talentet që kanë, në mënyrë që të zhvillojnë, që të kenë domethënë kenë përparësi në jetë kur të dalin. Nëse kanë për shembull talent në muzikë, pse jo ta shfrytëzojnë në mënyrë që të mund të fitojnë nga ajo. Kurse kur jemi në moshën, domethënë nga 25 deri në 40 vjeç, 45 varet domethënë nga personi, deri në këtë moshë duke qenë se prioriteti është do martohem, do fejohem, do bëj fëmijë të tjerë, normal që fokusohem tek këto. Pas kësaj moshe, fokusimi kryesor është tek fëmijët e tyre, kështu që në përgjithësi fokusohem tek familja, rritja e tyre në karrierë, etj. Pas të gjitha këtyre, në përgjithësi, fokusimi kryesor është tek shëndeti i tyre, mënyra e tyre jetesës. Ka shumë persona që pas moshës 55 vjeç, ka shumë persona, domethënë jam çuditur, që tashmë janë të fokusuar tek rritja e tyre shpirtërore, fokusohen pikërisht tek këto tema. Se si mund të tejkalojnë ato kodimet e gabuara, apo se si mund të tejkalojnë tabut etj. Cili është qëllimi që ata ishin në këtë botë ose janë në këtë botë, si mund të ndihmojnë të tjerë, pra bëhen më tepër altruist persona pas një farë moshe dhe fillojnë që të kthehen shoqërisë. Është një nga grup moshat e mia të preferuara, më duhet ta analizojmë. Pra, në analizën e bëj gjithmonë në bazë edhe të moshës, sepse normal që edhe interesi është ndryshe. Ju lutem, kënaqësi. Mundohem që të bëj edhe gjatë fundjavës, por 2 lidhje të drejtë për drejta në javë jam mëse të mjaftueshme, domethënë nuk mundem që të bëj më tepër. Në qoftë se keni pyetje, normalisht që flas për pyetje të përgjithshme, pyetje specifike të tuaja personale, sepse ajo është punë më vete, siç e thash, dhe nuk mund të përgjigjem pyetjeve personale, ose më them nuk i përgjigjem pyetjeve personale kur drejtohem masave. Por nga këtë pyetje që mund të keni, domethënë mund të ndikojmë edhe të gjithë, kështu që nëse keni diçka që na prek të gjithë shoqërinë, pra ma shkruani që të mund t'i bëj të kthej përgjigje gjatë këtyre lidhjeve të drejtë për drejta. Nuk është të thënë që të jetë pyetje përgjigje, mund të kthej përgjigje edhe gjatë lidhjeve drejtë për drejta që bëjnë në lidhje me hënën e re ose hënën e plotë. Në këto momente nuk është se është të prekur vetëm një shenjë, dhe jemi të prekur të gjithë, dhe jemi të prekur shumë, jo vetëm në një aspekt të jetës, jemi të prekur të gjithë në shumë aspekte të jetës tonë. Por çfarë do të them gjatë kësaj vere, ajo çfarë do të bëjmë më tepër është vërtet shtimi në masë i lidhjeve. Faktikisht dje më pyetin si Dorela kur isha te lidhjet e përdorur me Top Channel, më pyeti a do kemi lidhje dhe thash ok që nga gjë e mirë me që do kemi shumë lidhje. Unë nuk jam dakord, sepse me sa kam vënë shumë lidhje përfundojnë në mënyrë jo të këndshme, janë shumë të lodhshme. Dhe ka shumë persona të cilët futen në lidhje vetëm sepse është imponim pak a shumë i shoqërisë dhe nuk doin që të jenë vetëm. Pa nuk mund të them se është vërtet gjë shumë e mirë që të jesh në një lidhje, nëse nuk është e shëndetshme. Dhe mund të dëmtojë shumë më tepër se çdo gjë tjetër që ne kemi lidhur. Pra, është një karm shumë e madhe ose mund të bëhet një testim shumë i madh karmik nëse nuk zgjidhim siç duhet. Nuk e jetë poshtë është një nga gjërat më të bukura, domethënë sepse është një nga ndjesit më të bukura, por duhet jemi gjithmonë më të vëmë atë që të heziteve që bëjmë. Shpirti im është zgjuar në moshë të madhe. Zgjimet, domethënë zgjimet shpirtërore, faktikisht është lidhja e kundalinit. Këto ndodhin në përgjithësi pas moshës 35 vjeç. Janë të varur nga ciklet e Saturnit. Kjo është arsye që thash që unë Saturnin e kam shumë gjatë si planet, domethënë është planeti që neve vërtet
na do më shumë, sepse çdo gjë që neve na sfidon dhe si përfundim na jep veten ton, na dhuron veten ton mbrapsht, për mendimin tim është gjëja që na do më shumë. Dhe Saturni në hartën tonë, kudo që të vendoset, është edhe pjesa që neve na do më shumë. Prandaj dhe kam shumë gjatë. Gjithsesi, nëse rikthehemi, në përgjithësi, zgjimet shpirtërore përkojnë në moshën 35 vjeç, sepse atëherë edhe një nga ciklet e Saturnit. Kemi një kënd negativ dhe vjen e papritur. Kjo është e vlefshme dhe pastaj edhe në moshën 42 vjeç e të tjerë, pra janë ciklet e tjerë. Denisa ka në një mënyrë për të gjetur orën e saktë të lindjes. Po unë kam studiuar për astrologji, kam studiuar për disa vite, nuk kam studiuar 4 vite në radhë. Të më vërtet më akoma vazhdoj të studioj, lexoj vazhdimisht, sepse është diçka që nuk mbaron. Po kthehem në temë. Sot jam pak e shpërndarë, kërkoj ndjes. Gjatë studimeve të mia kam mësuar edhe shumë teknika për të gjetur orën e saktë të lindjes, sepse ka shumë persona që nuk e dinë. Dhe mbi të gjitha, në qoftë se nuk është e shkruar në spital, domethënë që të merret e shkruar nga spitali, në përgjithësi dihet e gabuar. Për shembull, dhomën timen e dihet e gabuar. Okej, ndryshon të disa minuta, por disa minuta bën shumë ndryshim në astrologji. Prandaj dhe po, është një proces që quhet rektifikacion, që në bazë të ngjarjeve më të rëndësishme që ne kemi kaluar në jetën tonë, arrim që të përcaktojmë në mënyrë të saktë, bilen disa raste dhe me sekonda, cila është ora jone e lindjes. Nëse dëshironi, mund ta merrni si shërbim, sepse është një nga shërbimet. Tashmë është kthyer në shërbim primar, domethënë që unë jap një nga shërbimet primare, sepse ka shumë persona që nuk e dinë dhe mund të them që është bërë specialiteti im tashmë. Sa më tepër që punoj automatikisht aq më tepër jam përshpejtuar dhe kam mësuar dhe më tepër. Shumë faleminderit ju. Okej, atëherë po ripërsëris, nesër do të bëj një lidhje të drejtë për drejtë, do të flas në lidhje me parashikimin e javës në vazhdim. Dhe gjatë javës me shumë mundësi do ta bëj ditën e martë, do të bëj një lidhje të drejtë për drejtë ku do të flas në lidhje me hënën e rresh, do të jetë tek shenja e Gafores, është në datën 26. Këto janë domethënë dy lidhje që do të bëj. Lidhjet e përdrejta për parashikimin e javës i bëj vetëm nga TikToku, sepse bëhet shumë e lodhshme që të ndjek dy rrjete sociale në të njëjtën kohë siç po e ndjek tani, domethënë. Nuk e di, kam dhe dyshimet e mia faktikisht, ta bëj që këto po ta bëj edhe nga YouTube, sepse kam provuar shumë gjëra. Por duke qenë se tek YouTube i vej më vonë dhe cilësia e videos del më mirë kur e bëj tek TikToku, kam preferuar ta bëj këtu. Nuk është arsye vetëm që nuk kam zgjedhur Instagram, kam zgjedhur TikToku, nuk ka arsye tjetër. Okej. Këto ishin ndikimet e momentit. Siç e thash, nëse keni ndonjë pyetje që na prekin të gjithëve normalisht, që kanë të bëjnë me natyrën e tjerë. Duke qenë se fola për natyrën, edhe këtë thash tek lidhjet e përdej që bëra tek për hënën e plot, por për përsëris, jemi aktualisht në këto momente deri në datën 17 do të vazhdojmë që të jemi në një periudhë ku ajri do të jetë shumë i thatë, edhe nëse kemi furtunë, do të jenë furtuna rërje, pra të thata. Kjo do më thënë automatikisht edhe zjarre dhe shpërndarjet në mas të tyre. Do të kemi edhe një luftë shumë të madhe egosh që vjet 3, për shembull edhe në shtimin e luftës që ka në botë, pra shtimin e zjarrit faktikisht, sepse është zjarri shumë i lartë në hartë. Pas kalimit të Marsit tek shenja e Virgjëreshës, kjo do të ulet disi, të paktën në natyrë, do më thënë do të bëjmë re një ulje në këto tema, nuk do ndodhe me njëherë, do të duhet disa ditë që të marrë veten, por do të jetë një ndikim më pozitiv. Dhe pak më tepër do të kemi dhe një kënd pozitiv edhe me Venusin. Kjo do më thënë diçka pozitive, nëse jemi efikas, përzjedhim mirë, pra nuk humbasim kohë me gjërat e kota në rutinën tonë të përditshme, mund të fitojmë shumë më tepër lek. Pra, mund të bëjmë më tepër lek. Mund të kemi të ardhurat më të mira material. Përsëri e vlefshëm për të gjitha shenjat. Shenjat do të preket më shumë nga ky ndikim pozitiv që thash, është nëse më themi janë ata që janë ascendent tek shenja e dashit.
Të gjitha kemi, por ata që janë mashtën tek shenja e dashit do ta ndjejnë më tepër. Okej. Për këtë video do ta vë tek kanali im i YouTube-it, siç e thash, nuk kam se çfarë si ta ndaj në shenja, domethënë do mundohem që ta ndaj në pyetje, po duke qenë se ishin goxha të shpërndara, do mundohem që ti përmbledh të gjitha. Gjithsesi, mund ta ndiqni. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Është një kënaqësi vërtet shumë e madhe. Dhe motivim shumë i madh. Mbi të gjithë programin dhe ecurinë time do mundohem që ta ndaj me ju. Mendoj se mund të bëhet motivim edhe për persona të tjerë, të cilët mund të kenë pasur një probleme. Unë në këto momente kam pasur, pothuajse një 3-4 muaj që kam pasur probleme të vazhdueshme njëra pas tjetrës në lidhje me shëndetin dhe kuptova që kjo ndodh sepse nuk jam kujdesur sa duhet për trupin tim, domethënë nuk jam kujdesur sa duhet për shëndetin. Prandaj dhe vendosa që të kujdesem për të. Siç e thash, ecurinë time hap pas hapi do mundohem që të bëj disa story të shkurtra që të ndaj me ju. Shpresoj që të jetë edhe motivime edhe për ata të cilët dëshirojnë që të bëjnë të njëjtën gjë. Mësim ke kur ka po orën 19:19. Ka pasur një periudhë që kam shumë fiksuar pas këtë. Ka pasur periudhë kam që mund të kem qenë fiksuar pas shumë gjëra, por gjithsesi pastaj kam qenë, nuk kam ide. Domethënë edhe pse kam qenë fiksuar, gjitha njohurit që kam pasur lidhje me këto i kam hequr, ndoshta sepse nuk është se i kam perceptuar si shumë të rëndësishme. Gjithsesi, ka shumë persona që merren me numerologji dhe ata do të jenë shumë më të aftë për t'ju dhënë një përgjigje në lidhje me këtë temë, sepse çdo numër ka një kod të vetin, ka një frekuencë të vetën dhe kuptim të tij. Për këtë arsye do t'i këshilloj që të drejtohesh te tyre, është një nga personat që e ndjek unë, është numerologjia, është një mike ime, është shumë e aftë në lidhje me këtë temë. Pra mund të shkruani asaj për të marrë informacione më të detajuara në lidhje me numerologjinë, sepse unë nuk kam ide. Është një temë që më tërheq, po më le, pak a shumë që nuk kam ndonjë ide fikse. Okej. Hej. Mirë se erdhët. Kontrata në këtë periudhë mund t'i bëni, deri në retrogradën e Mërkurit mund t'i bëni. Kontrata për të gjithë, domethënë. Për shenjën e peshores, kontrata bashkëpunime me kujdes, domethënë jepini që ti kontrolloni një specialist ose një mik juaj nëse keni, domethënë që është specialist në atë fushë, por përgjithësi janë pozitive domethënë. Vetëm se nga që kemi përhapjen shumë të informacioneve të rema në këto momente dhe edhe kjo është e vlefshme domethënë, duhet jeni më të vëmendshëm, ti lexoni disa herë dhe të merrni mendime specialistëve. Kjo është përsëri e vlefshme për të gjitha shenjat, po peshore mund të jetë një nga shenjat që mund të prekë pak më tepër. Duke qenë se është më e hapur ndaj këtyre në këto momente për të bërë bashkëpunime të shumta. Normalisht edhe mundësia për të gabuar është më e lartë. Hey. Po do ta bëjmë kështu. Po. E kemi të ndaluar tani. Shtriga me syt më të bukur në botë. Okej, me syt më të bukur në botë e mora vesh, por shtriga pse? Nëse faktikisht është e kundërta. Shtrigën e kuptoj, me syt më të bukur në botë nuk e kuptoj. Përshëndetje. Faleminderit. Natën e mirë, pafshim. Më shkruani. Pafshim, natën.